Dashi, ndërsa dita e sotme përhap dritën e saj mbi ty, një mundësi e re për të rritur horizontet e tua profesionale do të shfaqet papritur. Kujdesu që të mos humbasësh këtë shans unik për shkak të ngurimin. Në punë, idetë e tua do të shndërrohen në vepra konkrete, duke të çuar drejt qëllimeve që i ke ndëruar prej kohësh. Në aspektin e dashurisë, një bisedë e sinqertë me një person të dashur do të forcojë lidhjen tuaj, duke sjellë harmoni dhe mirëkuptim më të thellë. Sa i përket financave, shmang blerjet impulsive, duke i dhënë prioritet kursimeve për të ardhmen. Energjia e ditës fton reflektimin dhe balancën e brendshme, duke të dhënë paqe dhe qetësi shpirtërore. Lejoje veten të ndjesh kënaqësinë e momentit. Demi, dita e sotme ofron mundësi për reflektim të thellë në aspektin personal. Ndjesitë tuaja janë të forta dhe do të ndjeni nevojën për të kaluar kohë me persona të dashur. Nëse keni pasur tensione në marrëdhënie, sot është dita për të qenë i sinqertë dhe për të sjellë paqe. Në punë, qëndrueshmëria juaj do të vlerësohet, por mos i nënvlerësoni idetë që vijnë papritur. Ato mund të jenë çelësi për zgjidhje kreative. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet impulsive. Mbani një sy të hapur për mundësi që mund të shfaqen në horizont. Kujdesi për veten do të ndihmojë në ruajtjen e ekuilibrit të brendshëm. Një shëtitje në natyrë apo një moment i qetë medituese do të ndihmojnë në qetësimin e mendjes. Binjakat, sot universi ju bën thirrje të përqendroheni më shumë tek marrëdhëniet personale. Një bisedë e sinqertë me një mit apo partner mund të sjellë qartësi dhe afërsi më të madhe. Puna juaj kërkon vëmendje të hollë, por mos u shqetësoni pasi keni aftësinë për të zgjidhur çdo sfidë me kreativitet. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet impulsive. Bëni një plan të vogël kursimi për të ardhmen. Energjia juaj është e lartë, ndaj përfitoni për të angazhuar në aktivitete që ju sjellin gëzim. Një shëtitje në natyrë mund të jetë e freskët për shpirtin dhe mendjen tuaj. Ndihuni të lirë të ndiqni zërin tuaj të brendshëm dhe të eksploroni mundësi të reja që ju bëjnë të buzëqeshni. Daforia. Dita e sotme do të jetë një përzierje emocionesh, por shumë premtuese. Në dashuri mund të ndjeni një lidhje më të thellë me partnerin. Është koha e duhur për të ndarë ndjenjat tuaja dhe për të ndërtuar vura të reja mirëkuptimi. Në punë, ju mund të përballeni me sfida të vogla, por mos u shqetësoni. Aftësia juaj për të zgjidhur probleme do t'ju ndihmojë të kaloni çdo pengesë me sukses. Financat kërkojnë një kujdes të veçantë. Shmangni shpenzimet e panevojshme dhe përpiquni të kurseni pak për të ardhmen. Mendja do të jetë plot energji, kështu që shfrytëzoni këtë për të krijuar ide të reja. Lëreni intuitën t'ju udhëheqë dhe besoni se çdo gjë do të shkojë mirë. Luani, sot ndriçon me një energji të veçantë që të shtyn drejt aventurave emocionuese. Në jetën personale, një takim i papritur mund të ngrohë zemrën. Përqafoje këtë ndjenjë dhe lejoje të udhëheqë drejt zbulimeve të reja në dashuri. Në punë, qëndro i fokusuar dhe përdor kreativitetin tënd për t'i dhënë zgjidhje sfidave. Kolegët do të vlerësojnë qartësinë dhe guximin që sjell. Financat kërkojnë vëmendje, është koha të bësh plane të zgjuara për të ardhmen. Ruaje balancën mes shpenzimeve dhe kursimeve për të mos u ndier i ngushtë më vonë. Kështu do ndjesh qetësi shpirtërore dhe do ndërtosh një themel të fortë për ditët në vijim. Mbaj besimin dhe ndriço rrugën drejt ëndrave të tua. Virgjëresha. Në këtë ditë të nëntorit, yjet sjellin një valë energjie pozitive dhe do të jetë e rëndësishme ta përdorni me mençuri. Zemra juaj mund të ndjejë dëshirën për të ndarë më shumë kohë me ata që doni, duke përforcuar lidhjet emocionale. Në punë mund të keni një ide të re që mund të sjellë ndryshime pozitive, por sigurohuni që të analizoni çdo detaj përpara se ta paraqisni. Financat kërkojnë një qasje të kujdesshme, shmangni shpenzimet impulsive dhe fokusohuni në kursime. Sot gjeni kohë për reflektim dhe për të vlerësuar të gjitha bekimet që kemi. Kujtoni se gjithçka është progres dhe çdo hap drejt një të ardhmeje më të mirë është një hap drejt realizimit të ëndrave tuaja. Shijoni momentet e qeta. Peshorja. Sot energjitë kozmike të ftojnë të reflektosh mbi balancën me jetën tënde. Ndërsa je i prirur të kërkosh harmoni, kujdes që mos të harrosh nevojat e tua personale. Në marrëdhëniet romantike, momentet e vogla vlerësohen më shumë se dhuratat e mëdha. Një bisedë e sinqertë me partnerin do të thellojë ndjenjat tuaja. Në punë, një detyrë e re mund të kërkojë më shumë përqendrim se zakonisht. Mos hezito të kërkosh ndihmë nëse ndihesh i mbi ngarkuar. Financat tuaja janë në një fazë të qëndrueshme, por tërheqja e fortë drejt shpenzimeve të kota mund të jetë sfiduese. Meditimi ose një shëtitje e qetë mund të largojnë mendimet negative. Kujto se balanca është çelësi për lumturi të qëndrueshme. Akrepi.
E gjithë bota duket se po të fton për të thelluar sot, duke kërkuar më shumë nga vetvetja dhe nga të tjerët. Në dashuri, një bisedë e sinqert mund të sjellë afërsi të reja dhe kuptime më të thella. Në punë, kujdesi ndaj detajeve do të shpërblehet ndaj qendroj i fokusuar në qëllimet afatgjata. Financat mund të kërkojnë një qasje më të kujdesshme, një planifikim i mirë mund të shmangë sfidat e papritura. Dita është e përshtatshme për reflektim dhe meditim, duke të ftuar të mbushësh shpirtin me qetësi dhe një ndjenjë të re harmonie. Ndërsa dielli perëndon, gjej kohë për të menduar për atë që dëshiron vërtet. Universi është në anën tënde, duke të ofruar mundësinë për të shndritur. Shigjetari. Sot, energjitë kozmike ftojnë për të eksploruar horizonte të reja shpirtërore. Në çështjet e zemrës, bisedimet e sinqerta mund të ndriçojnë rrugën drejt mirëkuptimit më të thellë. Nëse ndjesitë janë të forta, shpreha e tyre përmes artit ose muzikës mund të sjellë një frymë të re për lidhjet tuaja. Në punë, ndjenja e optimizmit ju shtyn përtej kufive të zakonshëm, por kujdes me treguesit financiar. Mos shkruani planet afatgjata për një dëshirë të momentit. Nëse ndiheni të lodhur, një pushim i shkurtër do t'ju rigjallërojë. Ndërsa dita ecën, mbani mend se qetësia lind nga brenda. Një çast reflektimi gjatë mbrëmjes do të sjellë qartësi për sfidat e nesërme. Fryma juaj e lirë është qelësi drejt lumturisë së vërtetë. Britsjapi. Sot do të ndihesh sikur hyjet janë në harmoni me energjinë tënde. Në fushën e dashurisë është koha për të dëgjuar zemrën dhe për të ndarë ndjenjat me partnerin. Në punë, përqendrohu në detaje dhe mos lejo që të shpërqendrohesh nga shurmat anësore. Një mundësi e re financiare mund të shfaqet, kështu që mbaj syt hapur dhe mendjen e hapur. Edhe pse mund të kesh dyshime, lëre intuitën të udhëheqë. Nëse ndihesh i lodhur, mirëshëtitja në natyrë mund të të japë energjinë që të duhet. Kujdesu për mirëqenien tënde shpirtërore, pasi do të ndihmojë të ndihesh më i qetë. Mos harro të festosh fitoret e vogla që të japin lumturi. Ujori. Diçka magjike e rrethon këtë ditë, duke të ftuar të eksplorosh ëndrat e tua më të thella. Në dashuri, zemra mund të kërkojë më shumë qartësi dhe të bisedosh me partnerin do të sjellë harmoninë e duhur. Në punë, qëndrimi i hapur ndaj mundësive të reja mund të sjellë një ndryshim pozitiv që ke pritur kohë të gjatë. Kujdes me shpenzimet, mjeqasje më e kujdesshme do të të ndihmojë të ruash balancën financiare. Dita është e përshtatshme për të reflektuar dhe për të marrë vendime të rëndësishme që do të ndriçojnë rrugën tënde. Mos harro të relaksohesh dhe të kujdesesh për veten. Një moment i qetë me një libër të mirë mund të jetë çelësi për të rifituar energjitë e humbura. Peshqit. Sot, ndjenjat janë të thelluara dhe kërkojnë vëmendje të veçantë. Në dashuri, është koha të flisni hapur me partnerin dhe të ndani ëndrat tuaja më të fshehta. Nëse jeni beqar, hapni zemrën për mundësi të reja që mund të vinë papritur. Në punë, kreativiteti juaj është në kulm, mos hezitoni të paraqisni idetë tuaja përpara kolegëve. Financat kërkojnë kujdes, mos u përfshini me investime të nxituara. Mendohuni mirë përpara se të ndërmerrni vendime të mëdha në këtë drejtim. Në përgjithësi, dita premton qetësi dhe reflektim. Merrni kohë për të medituar dhe për të lidhur me atë që është me të vërtetë e rëndësishme për ju. Sot, më shumë se kurrë, dëshirat tuaja kërkojnë të dëgjohen. Mësoni të besoni intuitës tuaj.